fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 1 Pjetri 2:2. Po si foshnja të sapo lindura, të dëshironi fort qumështin e pastër të fjalës, që të rriteni me anë të tij. 1 Pjetri 2:5. Edhe ju, si gur të gjallë, ndërtoheni për të qenë një shtëpi frymërore, një priftëri e shenjtë, për të ofruar flijime frymërore, që i pëlqejnë Perëndisë me anë të Jezu Krishtit. 1 Pjetri 2:11. Shumë të dashur, unë ju këshilloj, si të huaj dhe shtektar, të hiqni dorë nga lakmit e mishit, që luftojnë kundër shpirtit. 1 Pjetri 2:13. Nënshtrohuni, pra, për hir të Zotit, çdo pushteti njerëzor, qoftë mbretit, si më të lartit. 1 Pjetri 2:14. Qoftë qeveritarëve, si të dërguar prej tij për të ndëshkuar keqbërësit dhe për të lavdëruar ata që bëjnë të mirën. 1 Pjetri 2:16. Silluni si njerëz të lirë, por jo duke përdorur lirinë si një pretekst për të mbuluar ligësinë, por si shërbëtor të Perëndisë. 1 Pjetri 2:17. Nderoni të gjithë, doni vëllazërinë, druani Perëndinë, nderoni mbretin. 1 Pjetri 2:18. Ju, shërbëtor, nënshtrohuni me plot druajtje zotërinjve tuaj, jo vetëm të mirëve dhe të drejtëve, por edhe të padrejtëve. 1 Pjetri 3:1. Gjithashtu dhe ju, gra, nënshtrojuni burrave tuaj, që, edhe nëse disa nuk i binden fjalës, të fitohen pa fjalë, nga sjellja e grave të tyre. 1 Pjetri 3:4. Por njeriu i fshehur i zemrës, me pastërtinë që nuk prishet të një shpirti të butë dhe të qetë, që ka vlerë të madhe përpara Perëndisë.